Përshëndetje gjithëve, ja ku jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin ton të fundjavës këtu në Weekend Lovers në këtë ditë feste 14 mars, ku kam përshtypjen se qendra e vëmendjes në këtë ditë feste, sidomos në Tiranë, janë fëmijët, sepse shumë aktivitete në disa pjesë të Tiranës, pa diskutim që kanë në qendër fëmijët. Dhe ne nuk ishim si t'i linim pas sot në këtë transmetimin ton të Weekend Lovers. Do të flasim sot për një pasion që besoj prindrit që kanë vajza sidomos, pa diskutim që e duan edhe shumë prej tyre janë afër këtij pasioni. Po flasim për kërcimin. Në studio jemi me Franco Mulla, është koreograf, gjithashtu Livia Baro është balerin nga Kako Akademia në Tiranë. Gjithashtu me prezencën e tre zonjushave simpatike, është Sofia Lila, Ana Lila dhe Miabel Zorba. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Dhe faleminderit për mundësinë që na keni krijuar. Është kënaqësi, sidomos sot, për të folur pikërisht për këtë pasion që shumë vajza, por edhe djemë, kam përshtypjen megjithëse do ta mësojmë në minutat në vazhdim, se si qëndron kjo balanca mes këtij pasioni. Franco, dua ta nis me ty. Çfarë të ka lidhur me kërcimin dhe prej sa vitesh merresh me këtë gjë? Filloi sigurisht si të gjithë të vegjëlit që kanë pasion dhe ëndra shumë të mëdha në sirtar. Duke dëgjuar muzikë vazhdimisht në moshë të vogël, një njeriu im i afërt pa spikati që unë kisha vesh muzikor, gjë që është shumë e rëndësishme në botën e baletit. Edhe menduam edhe prindrit e mi që pse mos ta provojmë një herë. Në kohën time ka qenë me audicion që për të pranuar në shkollë të baletit, dhe thjesht me ëndrën e një të vogli shkova të provohesha bashkë me disa djemë të tjerë, dhe pas 2 ditësh mora përgjigjen që unë isha kaluar audicionit dhe tani mund të futesha në rrugën e bukur të artit dhe të baletit. Realisht unë kam përjetuar një rrugë shumë të bukur, sepse sigurisht është një profesion shumë i vështirë, shumë i luftuar. Unë e them dhe përsëris gjithmonë që është një profesion që nuk të fal shoqëri, sepse në momentin që ti lufton për një vend, për një pozicion kërcimi, normalisht ti shikon veten tënde që të triumfosh ti dhe të performosh. Kështu që është i vështirë nga kjo pikpamje, por është shumë i bukur nga kënaqësia dhe momentet e bukura që të fal, që janë duar trokitjet pastaj të Absolutisht që po. Sa i rëndësishëm është, sidomos për fëmijët që vinë aty, kërcimi, si për zhvillimin fizik, por edhe emocional të tyre. Sa të turpshëm janë fëmijët kur vinë në fillime për të regjistruar në një kurs kërcimi, dhe si vjen zhvillimi i tyre më pas. Se besoj e keni parë këtë zhvillim, këtë ecuri për gjatë viteve. Unë do doja t'i ndaja në 2 kategori. Kemi kategorinë që janë të ndrojtur në fillim dhe që ndryshojnë me kalimin e kohës. Kemi edhe kategorinë pastaj që sa vinë janë direkt të zjarrt dhe si thua përfshihen në çdo situatë që unë mundohem të krijoj tek ora e mësimit. Më pëlqen shumë që mos ta bëj ose ta praktikoj tek akademia ime vetëm kërcim tërkohës, po mundohem të alternoj fëmijët duke i dhënë mundësinë edhe të lojrave, edhe sfidave në pikpamje midis njëri tjetrit. Ushqej shumë frymën që të jenë të gjithë së bashku dhe ta duan njëri tjetrin, dhe mbi të gjitha unë e them dhe e përsëris vazhdimisht dhe në shfaqjet e mia që kultura artistike dhe disiplina artistike që merr nga ky art është gjëja më e rëndësishme që ti zhvillon dhe rrit personalitetin. Tani, Livia është balerin dhe merret më së shumti në përditshmëri me... Është kolegja ime. Po, kolegja juaj merret me fëmijët që janë në këtë disiplinë, le të themi, në kërcim. Cilat janë ato vështirësitë më të mëdha, Livia, kur mësoni fëmijët të kërcejnë? Besoj shumë të apikasim që na shohin, kjo është më shumë ta që duam të marrim nga fëmijët, që të na shohin, të na ndjekin dhe të dalit diçka e bukur. Okej, po sa i përket balancës mes vajzave dhe djemë, cilët janë më të shkatët, cilët kanë më shumë dëshirë të mësojnë më shpejt. Besoj se kjo dihet. Vajzat. Që janë vajzat, po. Okej. Baleti më përpara ka qenë e vajzave. Kupton edhe unë si këto kam qenë e vogël, kështu e kam nisur si këto. Pa e ditur që do isha këtu, dhe mendoj se po, vajzat janë më të dhëna për kërcim, për balet. Dhe i mësojnë më shpejt. Po, më shpejt, i kapin gjërat më shpejt. Po sa i përket raportit, ka më shumë vajza apo djem?
Ne kemi më shumë vajza. Vajza, okej. Tani, si i ndihmon kërcimi në disiplinën, vetbesimin, bashkëpunimin me fëmijët? Këtu mund të më përgjigjeni cili të doni? Shiko, është një gjë shumë e rëndësishme do të thoja, sepse normalisht ti duke ushqyer te kjo moshë e vogël disiplinën dhe kulturën e bukur të këtij arti, rrit personalitetin e fëmijës, bën që të kuptoj kush është e mira dhe kush është gabimi. Sigurisht i shton shumë emocione dhe jetës së tyre, sepse sigurisht duhet marrim parasysh që mosha më e vogël është mosha më e preferuar nëpër studiot e kërcimit dhe ti mbushësh ose ta mbushësh këtë moshë me sa më shumë kujtime të bukura, siç janë dalje televizive, shfaqje që organizohen, bëhen kujtime të paharrueshme për këtë moshë që e do dhe e ushqen për ditë të profesion të bukur. A ka lidhje stili i jetesës në ditët e sotme me dashurinë dhe të gjithë atë çfarë japin fëmijët tek një kurs kërcimi, Franco? Të gjithë jemi koshient që fëmijët po kalojnë shumë kohë përpara ekraneve në ditët e sotme. Si e shikon këtë përballje? Një nga gjërat më të rëndësishme që prindrit vinë në studio dhe më thonë është që fillimisht dua ta largoj nga rrjetet sociale ose nga përdorimi i telefonit, gjë që është kryesore edhe është unë do të thoja diçka që është praktikuar dhe në moshën time shumë vite më përpara, po dhe tani është kthyer në një mod që shumë të vegjël prindrit i mbushin, si thua, me kurse, qoftë kërcimi, vizatimi ose sporte të ndryshme. Do thoja që është diçka shumë e mirë, nuk ka gjë më të mirë se sa të bësh diçka ndryshe për fëmijët, ti largosh nga telefonat, gjë që janë të dëmshme si për syt, po dhe për zhvillimin ose socializimin me shokës ose shoqet e tjera. Siç e tha dhe Zysha që në studion ton, por dhe në gjithë studiot e tjera, më shumë kërkesa është për vajza. Fatkeqësisht do të thoja, djemt anojnë më shumë nga futbolli. Nuk po ja mbushim dot mendjen që të vinë dhe të Nuk është e vërtet Franco, djali im 5 vjeçar është në violin tani. Po mund të themi që janë të rrallë, sepse do më pëlqente shumë që të ushqehen me artin, po transmetohet kjo fryma që çunat janë tek futbolli, ndjekin futbollin edhe ideja është që kemi vetëm kërkesat e vajzave ose më shumë kemi moshën e vogël, sepse edhe vajzat e rritura që kalojnë moshën 12-13 vjeç fillojnë pastaj këto tekat e moshës edhe largohen. Nuk kanë më kohë për këtë. Nuk kanë më kohë për të marrë me pjesën e kërcimit. Lidhja, si i përshtasni ju mësimin në raport me moshat që keni? Varet, i ndajmë në kategori se si ato e marrin kërcimin, nuk i bëjmë gjërat e vështira, kupton? I marrim me grad. Nga ne kemi 4 grupe, kupton? Te grupi më i vogël dhe tek ai më i madhi. Te këto më të vogla bëjmë diçka më të thjeshta, më të kapme për syrin, ndërsa për të mëdhaja bëjmë diçka më specifike. Tani, a mund të më flisni për një moment të veçantë kur një nxënës është transformuar plotësisht përmes kërcimit? Po, kemi shumë. Mund të marr një shembull. Ka ardhur një element tek studio, ka qenë 3 vjeç e gjysmë. Unë zakonisht 3 vjeç e gjysmë, them drejtën, nuk është se i pranoj direkt, sepse është mosha akoma e vogël për mua për të përftuar dhe për të marrë atë rregullin ose për të dëgjuar fjalën, por e pranova dhe sigurisht ishte në fillim isha në fazat që të lajmëroja sërish prindin, t'i thoja që për momentin nuk është aty ku duhet në pritshmëritë tuaja ose që ju të kënaqeni pafund në shfaqje. Por pas një viti e gjysmë mund të them me plot gojën që është një nga më të mirat. Pra është 5 vjeç tani, dhe është një nga më të mirat që mjafton ta mësoj kërcimin dhe pastaj nuk ka nevojë fare as për prezencën time përpara që të ndihmoj. Fantastike. Dhe kjo besoj është kënaqësia më e madhe e prindërve veçanërisht kur edhe juaja. Patjetër. Çfarë këshille do ju jepni të prindërve që dëshirojnë të nxisin fëmijët për të qenë shumë afër këtij arti të lëvizjes? Është diçka më së e qartë. Unë flas për veten time personalisht, mundohem me do e mos të jap sa më shumë dhe të ofroj sa më shumë kujtime për këto fëmijë, përveç daljeve dhe shfaqjeve që bëjmë së bashku, por nuk ka gjë më të mirë se sa të vegjëlit ose deri në moshën që unë thash 12 vjeç ti ushqesh me kulturën e sportit, ti ushqesh me kulturën e artit, sepse janë vetëm të mira që vinë në jetë. Nuk ka ndodhur kurrë deri më sot që ka ardhur ndonjë gjë e gabuar për moshat e vogla
nga këto disiplina që unë përmenda më sipër. Okej, do të rikthehem sërish tek profesorët, sepse tani dëshiroj të ndalem pak tek Ana, Sofia dhe Miabel. Ana, do ta nisim me ty me që je më e madhja këtu në studio. Sa vjeç ke filluar të kërcesh? Unë 10, sa jam dhe tani. Po, mund të afrohesh pak fare tek mikrofoni, po? 10 vjeç e kam filluar kërcimin dhe Të pëlqen? Të po, më pëlqen pëlqen shumë? shumë. Tani, kush është më i rrept tek kursi i kërcimit? Livia apo Franco? Nuk është njëri. Asnjëri, ja u bëjnë të bukur gjithë kursin e kërcimit. Ke ndonjë, le të themi, koreografi që të pëlqen më së shumti, një kërcim që të pëlqen më së shumti, që ke mësuar me profesorët? Po, do të jetë vallja që kemi mësuar, është edhe kërcimi i tretë. Okej. Kërcimi i tretë është një që unë i them i ndaj në kategori, Po, sepse është një muzikë fort moderne që të e pëlqejnë. Okej. Po, tani, si ndjeni kur performoni përpara shumë njerëzve? Unë në fillim kam pak frikë, po pastaj kënaqem shumë. Frikë, jo, ndoshta emocione, pa. Emocione. Po, Sofia, çfarë ndjen ti kur ke mamin, babin përballë, nënën, shumë shok dhe shoqe kur kërcen? Ke shumë emocione apo jo? Ke shumë emocione apo jo? Po. Ke shumë. Po ti ja del në fund, besoj. E bën të gjithë koreografin të bukur. Po. Sa vjeç je, Sofia? 5 5 prej sa kohësh shkon në kursin e kërcimit? Sa vjeç ke filluar të kërcesh? 5 Tani kam filluar. Ka gjysmë vitit, më 6 muaj që është pjesa jone. Okej. Të pëlqen më shumë valle apo këto disiplinat e tjera të kërcimit me këtë muzikën ritmike tani se unë s'di si ti ndaj. Valle. Valle të pëlqen më së shumti. Okej. Miabel, sa vjeç je Miabel? 5 vjeç. Tani ke filluar të kërcesh? Sa muaj ke që ke filluar të kërcesh? Mund të fshtoj diçka, Miabelin ne e kemi pasur që në fillim, pra që në fund të 2023 na u shkëput një periudhë e disa mujore dhe pastaj na u rikthye sërish dhe e kemi pjesë tonë sërish 8 muaj në vazhdim që është sërish të rikthyer. Miabeli flet shumë. Tu tani ka pak turp, të them të drejtën, por shpresoj që të lirohet pak dhe të flasë siç flet edhe me profesorin te studio. Tani unë dua t'i bëj një pyetje Miabelit. Kush të ka frymëzuar më shumë për të shkuar në kërcim, mami, babi, apo Livia me Frankon? Kush ta bën më të bukur ty kursin e kërcimit? Mos ma një emër. Profesori, e tha, në përdhëm, po e tha. Tani, Ana dhe Sofia, ju ndihmon kërcimi që t'jeni më energjike? Po. Shumë? Mezi prisni kursin e kërcimit? Po. Sa herë në javë shkoni? 3 herë. 3 herë në javë. Kush ju çon më shpesh te kursi i kërcimit? Nëna. Kush ju shoqëron? Këtë çon nëna, unë shkoj vetëm. Ti shkon vetë, okay. E përshëndesim dhe nënën shumë dhe duhet të falenderojmë Zotin që i keni pranë. Ndërkohë, do të keni ndonjë shfaqje së afërmi? Po, do kemi në qershor. Po. Jeni përgatitur? Ndiheni okay? Po. Okej. Tani, kë dëshironi të falenderoni më së shumti për këtë mundësi që ju është dhënë për të mësuar të artin e kërcimit? Unë do doja të falenderoja profesorin dhe zësh Livia. Okej, ja u bëri qokën. Besoj edhe prindrit, që ju mbështesin shumë. Po ti Miabel, kë dëshiron të falenderosh? Se ke rastin tani e para mikrofonit. Kë dëshiron të përshëndesësh? Mamin, babin, Mos besjetur. vllajin. Ka vetë besim, ajo është vete këtë gjitha. Bravo Miabel. Vllajin. Po ti Sofia, kë dëshiron të falenderosh sot? Zysha. Janë politikane të dyja dhe duhet theksuar që janë motra Ana me Sofian. Okej, tani do doja që të rikthehesha sërish tek Franco. Cilat janë shfaqjet për cilat punoni gjatë gjithë vitit, Franco? Viti jon ndahet në 2 shfaqje përmbledhëse, pra kur them përmbledhëse e kam fjalën për përmbledhjen e të gjithë punës që ne bëjmë ndër muaj dhe për ta transmetuar përpara prindërve që dhe ato të marrin kënaqësinë
atë emocionin e bukur që ne e fitojmë në të gjitha ditët e kursit që kemi. Pra bëhet fjalë për një shfaqje të dhjetorit që ne e quajmë të Krishtlindjeve, atmosferës festave, dhe një shfaqje të përmbyllëse të sezonit që është e qershorit, pra që konkretizon gjithë punën nga janari deri në qershor për çfarë mësojnë fëmijët në këto 6 muaj. Okej, dhe besoj aty ndihet e gjithë krenaria si e juaj edhe e prindërve për gjithë sakrificën që Për kanë ato bërë. fjalët e mira që marrim. Patjetër që mirënjohja është e madhe. Unë mundohem që në shfaqjen e dytë që është shfaqja e qershorit, në shenjë simbolike dhe kënaqësie dhe emocioni për fëmijët jap dhe certifikata që këto gëzojnë në mënyrën e vet dhe janë të atij parimi që e mora vlerësimin nga zysha ose nga profesori, kam dalë mirë, shfaqja ka shkuar çdo gjë mirë dhe e kalojnë verën me atë emocionin e bukur që mezi po presim tani sezonin që fillon pas pushimeve. Po. Tani dëshiroj të bëj disa pyetje të shkurtra, koncize, ku mund të përgjigjesh edhe ti. Shumë shkurt për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Cili është sekreti që bën një kërcim të duket magjik për publikun? Se si e shfaq ti veten, pra nëse përfshihesh plotësisht në të. Okej. Kjo është kryesore. Edhe se çfarë vajzat e vogla dhe djemtë e vegjël transmetojnë tek publiku. Patjetër, nuk diskutoj. Kur një fëmijë bën një gabim në skenë, si e tejkaloni këtë? Gjithmonë i ushqej me parimin që edhe nëse ndodh gabimi, Qesh. mos u ndal, qesh dhe vazhdo. Okej. Cili është momenti më i lumtur për ju si profesor kur shihni vajzat e vogla që performojnë koreografin ashtu siç ju ja u keni mësuar? Pikërisht kjo fjale që sapo thatë dhe ju, ashtu siç unë e kam mësuar kur ato e transmetojnë në skenë, është krenaria më e madhe, që do të thotë puna dhe lodhja ime është arritur me sukses, por mbi të gjitha është duar trokitja e prindërve. A ka ndonjë kërcim që bëhet viral gjithmonë kur e performoni apo të gjitha se sot? Sapo na është bërë një kërcim para një jave virale, është një këngë e West Side Family, Ho Chica. Okej, Dhe me është këtë bërë- deberegjës apo jo? Jo, atë origjinalja, origjinalen. dhe është bërë plotësisht virale në të gjitha rrjetet sociale që e kanë publikuar. Okej. Dhe si e ndihmon kërcimi një fëmijë të vogël të bëhet me më shumë vetbesim në jetën e përditshme? Duke ja ushqyer çdo ditë të kursit që asgjë s'duhet ju ndali, duhet besoni në vetvete dhe të guxoni për të ecur gjithmonë përpara pa u ndikuar nga tjerë. Okej, faleminderit Franco. Faleminderit. Tani dëshiroj një urim do ta bëni për ditë vere ju, bukurosheni apo jo? Çfarë do të thoni sot për ditë vere? Gëzuar ditën e verës. Hajde mja be. Okej. Ana. Gëzuar ditën e verës. Sofia. Gëzuar ditën e verës. Bravo, gëzuar edhe verorët shikoj që I pas kanë vënë shumë bukur. Livia Franco, shumë faleminderit që ishe Faleminderit mua në për studio. Uroj shumë suksese edhe nxjerrshi sa më shumë talente. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë për mundësinë dhe ftesën dhe kohën që na dhat sot. Edhe unë personalisht doja të bëja një urim për gjithë shqiptarët gëzuar ditën e verës. Qofshim për herë të lumtur dhe qoftë pranver jeta jon gjithmonë. Faleminderit shumë gjithashtu. Gëzuar të gjithëve, ne do të shkëputemi në këto momente dhe do të rikthehemi sërish në studio sepse kam pak punë me këto vajzat e vogla. Rikthehemi pas pak.